e më bolutja Allahot ja Rab. Për veti, për babën, nën, familje dhe me bo dua për neve, për kretë umetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, sikur që ka bo dua Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dua ka bo pejgamberi për neve. Aisha radiallahu anha, gruja vetë, që ka qenë gruja ma e re e Resulullahit aleyhi salatu wasallam, nona jon, nona nderit, nona jon, Aisha radiallahu anha, i thot Resulullahit një rast, një natë, ja Resulullah, o burjem, bën dua ti për mu, bën ti dua për mu, duaja Resulullahit për gruan. Edhe bën dua pejgamberi, Allahumma gfir li Aisha, ma të kaddemet vë ma të akheret. Aisha u knaq, shumë që bani dua pejgamberi për ta dhe tha, ja Allah, falja gabimet Aishes, të parat dhe të mbramat, të kalumet dhe të tashmet dhe të arshmet, falja gabimet. Aisha prej gëzimit që bani dua burri për ta, u knaq shumë dhe u qesh shumë. Atë shumë u knaq Aisha sa që duke qeshur, i ra në prehen burrit vetë, në prehen i ra duke qeshur. Që u knaq, tha Aisha, a shumë të pëlqej duaja ime? Po si mos më pëlqej, tha duaja jote, se duaja Resulullahit është e pa këthyshme prap, e pranushme të Allahu. Tha, oj Aisha, urdhna, tha ja Resulullah, unë këtë dua e bojnë edhe për umetin tem deri ditën e kiametit. Allah i na ka ploft me duan e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, që ka thënë falja gabimet, Allah i na e falt gabimet.